Mirëmbrëma të gjithë dhe mirë se keni ardhur. Do të shfletojmë sot kapitullin e 9 të Ditarit një artisti. Do të flasim për një personazh, për një personalitet rrallë të muzikës shqiptare, kompozitori shumë veprave, këngëve apo kolonave zanore të filmave. Ka drejtuar lidhjen e shkrimtarëve dhe artistëve apo teatrin kombëtar të operës dhe baletit. Pedagog në Ish Akademinë e Arteve. Do të flasim sonte për kompozitorin Fehim Ibrahimi, menjëherë pas siglës. Ashtu si kundër thamë në hyrje të programit, do të flasim sot për një nga kompozitorët e muzikës shqiptare. Shumë vepra, shumë këngë, kolona zanore të përdora në filma, edhe ndonjëherë dëshirë për të riprodhuar të gjitha këto që shohim, t'i këndojmë, t'i fërshëllejmë, por pa u kujdesur veçanërisht për të kuptuar që asgjë nuk erdhi nga hiçi. Nga erdhi e gjithë këtë trashëgimi që ne e përdorim sot, e konsumojmë sot, argëtohemi sot, dhe shumë kënaqësi që këtë mbrëmje ne do të shfletojmë Ditarin, aq sa do të mundemi për këto 82 minuta të kompozitorit Fehim Ibrahimi. Është shumë kënaqësi që me mua sot në studio është zonja e kompozitorit Vera Ibrahimi dhe e bija e Trita Ibrahimi. Mirëmbrëma të dyjave goca dhe mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Të dyja vajzat, gratë, po edhe vajzat, po edhe mbesat, pa diskutim që janë dashurit e përjetshme të bashkëshortëve, të baballarëve, të gjyshërve dhe kështu me radhë. Por do ta nis nga ju, pikërisht sepse dashuria midis ju të dyve është më e hershme se dashuria e Fehimit me Tritën. A mund të na tregoni kush ishte Fehim Ibrahimi përtej titrave të kompozitorit në film? Kush ishte burri juaj? Unë me Fehimin jam njohur 60 vjet, më shumë se 60 vjet më parë. Kur ai ishte student në konservator, kurse unë isha student në fakultetin filologjik për gjuhë letërsi. Dhe ka qenë një miqësi e bukur, ka qenë asnjëherë me mendimin që ky do të jetë ardhmja ime ose ai që kjo do të jetë ardhmja ime. Thjesht një shoqëri, por që pikërisht në prillin e vitit 1966, edhe ai edhe unë konstatuam që nuk mund të rrinim pa njëri tjetrin. O do vinte të më kërkonte, o do e kërkoja. Atëherë, Fehimi ka qenë natyrë me humor, me batuta të aty për atyshme, dhe ka qenë data 1 prill kur ai më tha që edhe pse është dita e gënjeshtrave, unë dua të jetoj përgjithmonë me ty. E besove? Mu duk sikur qielli ra poshtë, sepse më kërkoi, unë isha në konvikt në atë kohë, më kërkoi dolëm mbas dreke, dhe mu duk sikur qielli më ra në kokë, sepse unë e desha gjë, e prisja, por prap ishte vetëm brenda kufit e pritjes. Unë nuk isha ajo guximtarja ose kurajozja. T'ja thoja vetë para. Që t'i thoja vetë. Jo, nuk bënte vaki. Zonja Vera, si ishte një histori dashurie viteve 60? Po nuk e di. Tash unë nuk kam eksperjenca dashurie. Të thënë të drejtën, nuk është po të kisha pasur, do thoja. Po unë të vetmi njeri që kam dashur në jetë. Po, pra të po flesh për historinë tuaj, pra si u bëte për vete? Ajo është Fehim Ibrahimi.
Dhe kur nuk kam mendu një tjetër përveç ati, edhe gjatë viteve, për mua ai ishte. Dhe erdhi si një meteor, është punë fati. Ti mendon se unë e kisha njohur Fehmi Ibrahimin aq mirë sa ti thoj apo? Po. Jo. Fehmi Ibrahimi më ka dalë 10 fish, pa egzageruar, më shumë se sa kam njohur unë. Dashuria jonë ishte kaq e pastër, që ne nuk i fshihnim asgjë njëri tjetrit. Dhe e kërkonim njëri tjetrit kudo që t'ishte. Kështu që mendoj se shumica e dashurive në vitet 60 ka qenë ose kështu, që unë do dëshiroja t'ishte kështu, dhe e kam konstatu të miqtë tanë, të rrethi ynë familjar, që ka qenë kështu, por ka pasur dhe raste të kundërta, sigurisht, të gjithfardojshme. Prandaj, kjo botë është edhe e bukur, se ka gjithfardoj ngjyrash. Dhe sot dashuria viteve 60 nuk mund të kuptohet. Zonja Vera, ju kishit një bashkëshort që kishte një profesion që s'mund ta linte dot jashtë, tek zyra, tek puna, ku diun, si në përgjithësi profesionet e tjera. E kam përshtypjen që ju keni jetuar me profesionin e tij edhe në shtëpi, sepse kur dikush ka frymëzimin për të shkruar në piano, nuk mund të presë të nesër në orën 9 që të shkojë në zyrë, do shkruaj, do punoj në atë moment me ju. Po, është të jetosh me një artist nuk është e lehtë. Duhet të sakrifikosh nga vetja jote, në radhë parë, por edhe gjithë familja, për t'i kriju ati mundësin për të bërë ato gjëra që ti nuk je në gjendje t'i krijosh. Unë tani të kaloj pak tek Ertrita. Si ke qef Ertrita të thonë? Pianistja Ertrita Ibrahimi? Apo vajza e babit? E bia e Fehmi Ibrahimit? Në fakt, është gjëja që kam vuajtur më shumë në jetën time. Do me thënë, kam qenë gjithmonë e bia Fehmi Ibrahimit, edhe sot vazhdoj të jem e bia e Fehmi Ibrahimit, pavarësisht se kam bërë një rrugtim timin, mirë apo keq. Ky është rrugtimi im dhe kam arritur deri këtu. Por megjithatë e shoh që shpesh herë mbetem akoma vajza e Fehmi Ibrahimit. Sigurisht për mua është krenari absolute, as nuk diskutohet. Nga ana tjetër është përgjegjësi shumë e madhe, ka qenë tërë jetën që kur kam lindur, më ka peshuar shumë mbi supe, ky emër, dhe jam munduar në një farë mënyre që të justifikoj gjithmonë mbi emrin që mbaj. Nuk e di sa ja kam dalë, por mund të them që me gjithë qënjen time jam munduar që vetëm ta justifikoj dhe ta nderoj sigurisht. Dhe kështu që nuk di tani të them më mirë nëse më peshon shumë, kam shumë përgjegjësi, e më bezdis, nuk bezdi jo, po është bezdi në thonjza. Kjo kostoja e emrit dhe mbiemrit, atë ka bërë ndonjëherë të thuash, po mund të kisha zgjedhur 1 milion gjëra të tjera, pse vijova rrugën e babait tim të merre me muzikë. Po, por në fakt e kam menduar shumë herë, po kam përshtypjen se prap do më kishte ndjekur nga pas, sepse edhe po kisha bërë një avokate, për shembull, prap do kishin thënë që është e bia Fehmi Ibrahimit. Nuk e di, sepse ka disa personazhe jo vetëm në rastin tim, po në historinë shqiptare, ka disa personazhe shumë të rëndësishme dhe emri i tyre është aq i madh, kështu që çfarëdo që të bëjnë fëmijët, prap nuk është mjaftueshëm ose prap mbetet ajo, si të themi, firma, vula e emrit të prindit, babait ose mamas qoftë, nuk ka rëndësi se cili. A ishte babi yt, mësuesi yt i parë në të gjitha drejtimet, pra edhe si baba, po edhe në piano, kush është njeriu që tha i pari ulu aty tani? I pari ka qenë babi, po, pa diskutim, pavarësisht se ai në fakt më drejtoi tek pianistet që po fillonin të bënin karrierë në atë periudhë, po unë pianon e kam filluar 4 vjeçe, kështu që sigurisht hapat e para i kam hedhur me të, dhe ka qenë sigurisht ai që më ka transmetuar dashurinë për muzikën, pavarësisht se unë deri në fund të klasës 8 nuk e kam dashur pianon fare.
Madje e kujtoj shpesh. Shumë disiplinë për një 13-14 vjeçare. Absolutisht, po jo vetëm 13-14, po disiplina ka filluar që 4 vjeç. Kështu që ishte një kosto shumë e madhe pasi shoqet e mia të shkallës luanin, ndërkohë unë duhet studioja. Është vërtet sakrificë, sidomos kur ti futesh një instrumenti, jo me mendimin për të bërë muzikante, sepse akoma deri në klasë 8 nuk e kisha vendosur se ç'do bëja. Babi donte pikërisht që unë duke qenë pjesë e një familje artistësh të themi, ishte mirë që të edukohesha me muzikën. Dhe ideja e tij ishte që në bas klasës së 8 të vazhdoja një gjimnaz tjetër, ai kishte shumë për zemër gjuhët e huaja, në fakt turqishten e vjetër osmanishten, donte që të bëhesha të merrja atë drejtim. Por pastaj mësuesja ime e pianos, të cilën s'kam për të harruar kur dhe përmend gjithandej, sa herë ka mundësi Nihal Gabeci ose Hakiu, ajo insistoi shumë, sepse i tha Fehim poetri është e talentuar, kështu që është gjuna ta çosh për të bëj një shkollë tjetër. Mami gjithashtu insistoi, ju vun të dyja si të themi dhe ja kthyen mendjen, po mirë tha le të vazhdoj liceun nëse kalon konkursin sigurisht. Kush ishte më liberal, zysha e letërsisë apo e filologjisë, apo profesori muzikës? Pyetje shumë e vështirë. Jashtë mas e vështirë, asnjëri nga të dy. Në fakt, liberal në ide, por në edukimin tim kanë qenë mjaft strikt, do të thoja, pavarësisht se me goditje, me qitje të largët, të themi, sepse donin të më përgatisnin për atë çka do vinte më pas. Kam pasur një edukim shumë strikt, por me synimin që kur të arrija moshën madhore, të isha e zonja e vetes, dhe në fakt kështu ndodhi, se unë kam qenë 19-20 vjeç, kur kam ikur në Itali për studime, dhe jam gjendur nga i kujdesi mbi këqyrja e gjithanshme e prindërve të mi, jam gjendur vetëm totalisht në mes të Torinos ku kam bërë studimet. Dhe habitesha, thosha si ka mundësi që Fehim Ibrahimi dhe Vera Ibrahimi më lanë të ikja. Edhe pse 19-20 vjeç. Shumë e re, sepse atëherë as nuk ikte njeri, ishte flasë për para viteve 90. Kështu që, pra, ishte një edukim goxha i sertë të themi, por gjithmonë me një largpamësi të madhe. Unë në fakt e humba nga biseda që nisa me zonjën Vera Ibrahimi, historie e dashurisë, vitet 60, më rëmbejo ka shumë biseda, sa unë harova ti tregoj teleshikuesve të këtij programi, shkurtimisht, patjetër shumë shkurt, kush ishte Fehim Ibrahimi. Fehim Ibrahimi është kompozitori që tronditi tabute e realitetit të kohës në të cilën jetoi. Një nga kompozitorët shqiptar i formuar totalisht në vend, duke studiuar në Konservatorin Shtetëror të Tiranës që nga viti 1962, ku dhe u diplomua në vitin 1966, në nëntheqen e profesor Tish Daia. Me njëherë pas studimeve, u emërua pedagogi kompozicionit, i kontrapunktit dhe i harmonis nga vitin 1966 deri në vitin 1973. Ndërkohë në vitet 1973 deri në vitin 1977 ishte zëvendësdrejtori i Institutit të Lartë të Arteve. Periudhën më të gjatë të jetës së tij e kaloi si sekretar për muzikën në lidhjen e shkrimtarëve dhe artistëve, dhe më pas drejtori i Teatrit të Operës dhe Baletit. Në fund ishte profesor i kompozicionit në Akademinë e Arteve deri në largimin e tij nga jeta. Ibrahimi ishte nga kompozitorët që gjatë gjithë periudhës së izolimit kulturor në vend dhe pse jo në kushte të favorshme, pati një influencë pozitive në jetën muzikore shqiptare. Gjatë udhëtimeve të tij jashtë shtetit, ai kërkonte të este me hapjen e zhvillimeve muzikore ndërkombëtare, duke eksperimentuar në mënyrë sekrete muzikën otonale, duke treguar interes për Xenakis që në vitin 1981 dhe duke e ftuar në Shqipëri figura avangarde si Stabler. Në vitin 1994, themeloi shoqatën artistike Pentaton, sot Fondacioni Kulturor Fehim Ibrahimi, që synonte organizimin e eventeve të ndryshme kulturore, si dhe krijimin e një konservatori privat për muzikantë të rinj me aftësi të veçanta muzikore. Artisti i popullit, mirënjohja e Tiranës, qytetar nderi në Durrës dhe Gjirokastër, janë të gjitha vlerësimet dhe titujt që janë dhënë Ibrahimit. Në vitin 1990, veprat e Fehimit do të shpaloseshin në Gjermani.
për t'u rikthyer sërish aty në vitin 1994, ndërsa në vitin 1995 vepra e tij do të njihej në Francë. Vepra e Fehim Ibrahimit i përfshin të gjitha zhanret, që nga miniaturat instrumentale, muzika e filmit, muzika e dhomës, muzika simfonike, koncertet për instrument solist dhe orkestër e deri tek veprat skenike dhe elektroakustike. Zonja Vera, sigurisht të gjitha këto i dini, janë marrë nga arkivat personal të familjes suaj, nuk ka asnjë surprizë për ju. Megjithatë, sa herë kur e dëgjoni nëpërmjet një zëri tjetër, ja si në këtë rastin konkret, çfarë buron brenda zemrës suaj? Është e çuditshme që sa herë që dalin këto materiale ose motrat e vëllezërit e këtyre materialeve, më duket se para pash dikush aty në shtëpi që po punon. Ne kemi disa foto, janë shumë, kanë qenë shumë në fakt, unë kam përzgjedhur disa prej tyre sepse në një farë mënyre se cila prej tyre tregon një raport që keni pasur ju me Fehimin, përveç kësaj fotoje që është një foto e përgjithshme dhe që ne kishim dyshime zonja Vera ku është shkrepur sepse kolonat janë të ngjashme. A e mbani mend ju këtë foto? Po, kjo është një foto e bërë në Shkodër, janë përpara teatrit Shkodrës, se dhe duken aty që janë personalitete kompozitorët shkodran, si Tonin Harapi për shembull, është edhe Kadarea atje, është Fatos Harapi. Atje ka qenë një event në Shkodër, një ngjarje, ku Pjetër Gaci, Albert Paparisto, ka qenë në atë kohë ishte transferuar në Shkodër, kush është tjetër? Domethënë, Pjetër Gaci, kjo është një pianist në Shkodër, ai është Kalaci, Llazar Siliçi, ky është Isa Ali Bali, që ka qenë drejtori i kulturës në Shkodër. Është Mustafa Krantja më lartë, që Zadeja më lartë akoma? Sa shumë keni identifikuar në një foto masive të shkrepur shumë vite përpara. Emir Krantja, Agim Quku, ka shumë. Është një foto vërtet, në një rast, zakonisht, kur ishin muaj tetor, ishte muaji i letërsisë dhe i arteve. Dhe këto shpërndaheshin nëpër rrethe, por kur shkonin personalitete, sidomos, atje nëpër qytetet, pavarësisht se Shkodra ishte vetë një qytet i shquar për sa i përket anës zhvillimit kulturor, ajo prapë, kur shkonin personalitete të këtilla atje, aty mblidheshin të gjithë illujt e tyre. Që i ndiqnin nga afër. Shohim, kemi disa foto të tjera që janë marrëdhëniet e zonjave tona. Familja Ibrahimi. Po. Këtu janë familja babai Fehimit, familje Gjirokastrite, tipike, por që këtu kanë dalë në Durrës, se Fehimi ka lindur në Gjirokastër në 35-ën, po në 36-ën e familja është vendosur në Durrës, meqense se babai Fehimit ka pas vizionet shumë të qarta drejt prandimit, se kishte jetuar shumë vite në Amerikë, dhe erdhi dhe u vendos në Durrës me gjithë familjen e tij për të zhvilluar tregtin me Italinë. Ishte përfaqësuesi i Pirellit në Shqipëri. Ishte përfaqësuesi. Ne flasim për Fehimin e bërë kompozitor dhe Fehimin e bërë njëri të madh në pjesën e parë bisedës. Në fakt, këtë çunakun e vogël këtu, këtë fëmijën e vogël këtu, kush e nxiti për të bërë artisti i madh, të cilin ne e flasim sonte, e kujtojmë sonte? Kjo familje ka qenë një familje që vetëm kënonte. Okej. Në çdo ngjarje, ato po të bëjshin bashkë, fillonin e kënonin. Babai ka qenë këngëtar i përsosur. Nanaja më ndrysh, po babai ishte i mrekullueshëm. Dhe Fehimi u eduku në këtë familje ku vetëm kënohej. Dhe pastaj u hap shtëpi në vitin 44, u çliruam Fehimi në 44, ishte 9 vjeç. Dhe hyri në shkollë që mbaroi lufta, po edhe me diferenca moshash e tjerë, siç ka qenë ajo periudhë, por hyri në shtëpinë e pionerit, u hap shtëpia e pionerit, ka pas në atë kohë në të gjitha rrethet, dhe aty filloi studionte piano. Dhe dëshira për piano i erdhi në mënyrë të vetvetishme, ai se mendoi ndonjëherë veten që mund bëhet kompozitor. Fehimi nuk është produkt i liceut artistik, për shembull. Fehimi është produkt i gjimnazit të Durrësit, sepse ai vinte nga një gjimnaz shumë i fortë i Durrësit.
Ja, pse është, arsyeja përse na ngjiti me njëherë ne të dyjave bashkë, vajzë Durrësi që ka studiuar në një gjimnaz Durrësi, tani e kuptova lidhjen midis nesh. Po këtu? Tash ne jemi të fejuar. Si ishin Unë isha studente në vit të tretë fakultet, kurse fejimi ishte po diplomohej, në atë vit maron të konservatorin. A i këmbenit ju idet artistike, le ta themi, tek njëri tjetri? A flista i me ju për punën e ti, apo ju ishte të shkëputur në angazhimet profesionale? Po, me të thënë drejtën për qenë krejtë e sinqertë dhe nuk kam së ndjehem inferiore, unë nuk merja vesh kur më thonte se kam për të orkestruar. Këtë procedur në ato fillimet pare, unë nuk e merja vesh. Sigurisht që pas Me kalimin e viteve. Por e kam pytur. Ku e ndjesha vetën bosh, e kam pytur. Pse, më nuk, prej ati njeri unë nuk kisha pse të druesha. Në qoftë se të druesha mos me ditë për profesionin e ti, atëherë, për çfarë duhet jetoja? Kemi një foto tjetër që kam përshtypjen aty është Trita. Shiko, e para njerë nuk e ndryshuar. Kjo është fotoja ime e preferuar. Këtu jemi tek liçeni artificial i Tiranës, i cili ka mbetur po ashtu për fat. Unë kam qenë 1 vjeç, edhe babi që thoshte gjithmonë Netri është kryevepra ime, si gjithë prindrit, natyrisht. Edhe të nërhypa, unë jam autorja kësaj fotoje. Na fitoj me këngën Xhaketa Kuqe, Fejimi fitoj çmimin e parë të Estrada Ushtarit, Festivali Ushtarit, në 70-ën, dhe i dhanë, nuk ishte atëherë kështu, i dhanë një aparat fotografik që i kemi sot e kësaj dite, unë fillova me mësu, se do të bëjsh, dikush do të bëta atë punë, Fejimi me mu, unë me atë, edhe kështu që duke dalë me Etrin e këtë e kam bërë unë. Jam autore e kësaj. Po këtu? Kjo është e Tajvani sotëm. 1 maj. Jo, 1 maj, nuk është e Tajvani? 1 maj, mbas... 1 maj si datë, po. Mbas parakalimit që bëhesh, zakonisht, Fejimi kishte shku me studentat që bëheshin parakalimin në 1 majit, është i me motë Rudina Lohja Kurti, gazetare, ka qenë këtu në TVSH, dhe atëko ishte studente e gazetaris, Etri që është 4-5 vjeç aty, dhe unë që kam heqë se e lodhur mas djellit, mas djellit bulevardit, po është fix 1 maj i vitit 74. Me që e nisi pak zonja Vera punën e këngëve të Xhaketës së Kuqe në bisedën paraprake që kishim me Etritën për këtë program, edhe duke patur parasysh që në studio kemi një band popi, tha, aha, te këngët e kemi mendjen, ndërkohë që babi ka shkruar vepra të mëdha. Në fakt, kënga, për hir të së vërtetës, ju e dini më mirë se kushdo tjetër, më mirë se sa unë, është ajo gjinia që është më populiste, është më generaliste, është ajo që godet në është godet më shumë, nuk ndjesh inferior si publik, e kuptoj, se kuptoj një vepër simfonike, një vepër të madhe, kurse kënga na mbërthen të gjithëve. Kështu është në gjithë botën. A i kishte qef këngët babi, apo a i ishte i detyruar t'i bënte krahas veprave të mëdha? Jo, a i punonte me shumë dëshirë, nuk ka shkruar shumë këngë, sepse a i e konsideronte gjinin e këngës jo diçka të thjesht, jo si një 3-4 minutë që hase këngë është. A i konsideronte njësoj si një vepër simfonike, kështu që jepte të njëjtë rëndësi, të njëjtin impenjim dhe hargjon të kohë për të, kështu që i kishte shumë për zemër dhe i shkruante me shumë dashuri dhe në fakt ndjehet në muzikën e atyre pak këngëve që ka bërë ndjehet dashuria me cilën i ka bërë. Sepse për ndryshe nuk do i pëlqenin publikut kaq shumë sa që i pëlqenin. Dhe sot. Kështu që unë duha të shohim bashk edhe me ju një insert të vitit 2001 është shkëputur nga arkivi dhe me qëra fjalla, unë përfitoj nga rasti për të falenderuar gazetarën e programit, Brunilda Gorovelli, për gjithë materialet mbështetëse që jep këtij programi. Është një moment për një titull që duha të shohim ne, se nuk janë rastësisht këta njerëz që i diskutojmë dhe i flasim, por në një farë mënyrë shoqëria në vite të ndryshme ja ka kthyer atë që ka mundur t'i kthejë duke luajtur me maksimumet e veta. Shohim pak insertin. Ceremonia e dorëzimit të titullit të lartë organizuar në një nga ambientet e Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu të qytetit me pjesëmarrjen e një numri të madh personalitetesh të artit dhe të kulturës. Për jetën e muzikantit të njohur folën shkrimtari Dritë Agolli dhe studiuesi Mojkom Zeqo. Titullin e lartë bashkëshortes së kompozitorit ja dorëzoi kryebashkiaku i Durrësit Miri Hoti.
Feimi Ibrahimi, artisti merituar, është një nga kompozitorët më të suksesshëm shqiptar që ka kompozuar në të gjitha gjinitë e muzikës. Ne thamë edhe në insertin e parë, kur folëm dhe përshkruam shkurtimisht, që të paktën ka qenë vëmendja e shoqërisë për të identifikuar kontributin. Sot pas kaq vitesh e trita, a mendoni ju se ka bërë shoqëria mjaftueshëm për t'ia kthyer kontributin dikujt që ndoshta prodhimin e muzikës, krijimtarinë e muzikës e ka konsideruar profesion, e mbase nuk ka qenë aq i vetëdijshëm për atë që do linte më vonë, por vepra është kjo që ne përflasim sot. Sigurisht. Unë mendoj që shoqëria shqiptare nuk ka bërë mjaftueshëm për jo vetëm për Feimi Ibrahimin, flas në përgjithësi, për të gjithë kompozitorët shqiptar, sepse ndryshe nga letërsia, e cila është për hir të së vërtetës më e vlerësuar dhe më afër publikut, për kompozitorët shqiptarë nuk është bërë e njëjta gjë. Duke filluar që nga mungesa e botimeve të partiturave të cilat ende sot unë merrem vetë me to, por ende sot nuk ka një shtëpi botuese muzikore, nuk ka një librari muzikore ku artistët ose të huajt që duan të blejnë partitura të muzikës shqiptare t'i gjejnë, t'i blejnë. Ne na vinë kërkesa nga Amerika me e-mail, se sot për fat janë mundësit e komunikimit. Por sot unë jam, nesër nuk do jem, kujt do t'i drejtohen të huajt, apo edhe shqiptarët vetë, për të gjetur partiturat e këtyre kompozitorëve. Pra, mendoj që shoqëria shqiptare duhet t'ishte shumë më sensibël në drejtim të muzikës shqiptare, sepse është një perlë, ne kemi vërtet muzikë shumë të bukur, e cila do të humbasi në vite, nëse nuk investohet për të. E njëjta gjë ndodh me muzikën e filmave. Kam shkuar në arkivin e filmit dhe nga muzika e filmave të atëhershme ka mbetur shumë pak, sepse kanë qenë dorëshkrime, kanë qenë partitura të shkruara me dorë dhe vetëm nga një kopje. Ka shumë punë për të bërë për muzikën e kompozitorëve shqiptar dhe kjo është një nga ato kleçkat e mëdha, defektet e mëdha për mendimin tim të shoqërisë shqiptare në këtë drejtim. Ne kemi identifikuar një problematik edhe kaq mjafton për të tërhequr vëmendjen apo për të rritur në një derë caktuar. A jemi gati t'i kthehemi emocionit? Po. Si do ishte sot për mua, edhe për grupin tim të punës, Feimi Ibrahimi. E shohim bashkë avatarin. E traditës vend të vetëm. Një vend pa tradita kur rifillon, kur fillon diçka, ka një traditë botërore pas. Ajo luan lot rol pozitiv dhe është një traditë e domosdoshme që duhet njohur. Unë besoj se Feimi Ibrahimi dhe sot do ishte duke ndjekur dirigentin, dërsa i drejtonte një vepër të vetën në një orkestër të madhe. Ashtu do ishte, vërtet. Të pëlqeu ideja? Ju pëlqeu ideja? Jeni emocionuar? Unë e ndjej, nuk është gjithmonë. Shikoni, ky është momenti më i parehatshëm i imi në program, që t'jem e sinqert, por ndoshta në fundit këto janë ëndra që ne të gjithë
kemi dëshirë të jetojmë. Shumë signifikative vepra që shoqëron si kolonë muzikore. A është merita e Tritës që e ka Jo, sugjeruar? është bashkëpunimi ynë. Shumë, për mu ishte surprizë, nuk mendova kur se do ishte kjo. Dhe është kuptim plot, për gjithë shka që kalojmë si vënd. Dhe të regon vizionin e ati si kompozitor. Shumë faleminderit. Unë i falenderoj shumë që ishit këtu. Për krye veprën e Fehmi Ibrahimit për e Tritën, ai ka shkruar një këngë, kështu që unë përfitoj nga rasti që ndërsa ne dajemi së bashku në bisedë, ta shohim dhe edhe ta dëgjojmë bashkë, dhe kujtoj që në pjesën e dytë do të flasi miku, kolegu, bashkëpunëtori, profesor Nestor Kraja, dhe në pjesën e tretë për mënyrën se si bashkëpunon një regjisor me kompozitorin, për muzikën e përdorur në filma nga Fehmi Ibrahimi do të jetë regjisori Kujtim Çashku. Shihemi pas pak. Jemi në pjesën e dytë të programit Ditari një artisti, ne po kujtojmë sot kompozitorin Fehmi Ibrahimi dhe është shumë kënaqësi që me mua sot në studio është profesor Nestor Kraja. Si është e mundur që ata që vinë nga muzika, zoti Kraja, edhe pse ne nuk kemi qenë studentët tuaj, edhe pse nuk kemi formim muzikor, na vjen t'ju thrasim presor? Ndoshta nga që muzika është pjesë e pandare e jetës tonë, edhe pse nuk kemi të bëjmë drejt për drejt me të si fush. Perceptimi juaj. Po muzikantët janë të thjeshtë, janë të pranueshëm edhe në shoqëri shumë të shoqërueshëm. E kështu ka qenë dhe Fehmi. Kështu që unë e kam njohur, në fakt them drejtën se po mendoja sot në mëngjes mbi këtë pyetje që ju më kishit bërë. Mendoj se e kam njohur që kur kam qenë i vogël. Sepse e kam njohur nëpërmjet koncerteve që ka bërë, nëpërmjet rapsodive, nëpërmjet poemave, edhe nëpërmjet këngëve. Madje më kujtohet që dikur luaja disa këngë të tij që për shembull rrjedh në këngë ligjërime, e luaja me piano për kënaqësinë time. Sigurisht më pas e njohita si pedagog, shumë korrekt, shumë kërkues, por shumë dashamirës, me një kulturë të jashtëzakonshme dhe me një mënyrë të shpjeguarit të gjërave që më tërhiqte shumë. Ishin vite shumë interesante, shumë bukura. Shkolla e lartë ka qenë vite mrekullueshme. Plot punë, plot pasion, plot dëshira. Madje unë nuk ngopesha nga ato çka i thoshte në klasë. Mundohesha ta përcillja deri afër shtëpisë, shpesh. Edhe ai gjithmonë fliste. Fliste për tema të ndryshme, për muzikën, për formën, për atë se çfarë mund të punoja më tepër, apo mund të përpunoja më shumë në ato vepra që kishin filluar. Një bisedë shumë e ngrohtë, bile nga një herë edhe shumë e sinqertë. Ai tregonte edhe çështje të veta, shqetësime të veta. Dhe nga kjo kuptova që ishte njëri i thjesht, njëri i dashur, njëri normal, pavarësisht se mendimi jon paraprakisht ishte që ishte kryetari i lidhjes shkrimtarëve për muzikën. Pra i pari për muzikën në Shqipëri. Si ato persona që ti si prek dot, do duket presë largu që nuk komunikon dot. Dikur mendoja që do ishte vështirë ta prekje. Më kujtohet kur Imati erdhi në shtëpi dhe më tha rastësisht ta takova Fehmi Ibrahimin edhe më foli mirë për ty dhe më tha që do ta marr unë student. Ishte një ngazëllim i jashtëzakonshëm. Ishte një fat i jashtëzakonshëm se do bëje mësim me dikë që ishte idhull yt dikur. Ju keni qenë student, jeni sot pedagog, por në fakt cili është roli i një mësimdhënësi, i një pedagogu në nxitjen për ta dashur më shumë atë që ke zgjedhur të bësh? Pra, ata bën dikush më të dashur ose më pak të dashur nga mënyra se si e jep mësimin, nga mënyra se si e reflekton dijen e vet dhe ndan me të tjerët në rastin konkret me studentët? Unë kam përshtypjen që dashuria është brenda apo s'është. Por se si ai të afron me profesionin, se si të flet dhe se si ti kupton se në ç'nivel është kultura e tij, kjo është suggestionuese. Kjo është ajo që e tërheq studentin. Nuk mund të tërheqë studentin një pedagog që nuk ka ç'thot.
nuk ka kulturë, nuk ka bagazh, nuk ka erudicion. Ndryshe ndodh me pedagogët që janë të kulturuar. Dhe në fakt në memorien tonë, në moshën time, si më thënë, në brezin tim, unë baj mend ata pedagogë që kanë qenë të mençur, që kanë qenë vërtet me kulturë. Sot më duket sikur janë paksuar çik. Kështu i bie që dashuria nuk ka qenë këtë gjithë brezi njësoj, ose të brezat që vinë më vonë njësoj. Se ju e thatë, atë ose e keni të përfshirë, ose se kemi të përfshirë. Janë shumë vepra, ju vënë Fehimi, por në rastin konkret për të po flasim, që nëse nuk i luajmë, nëse nuk i kujtojmë, nëse nuk i flasim, dinamika jetës së përditshme dhe ky konsumizmi i shpejt që ne po jetojmë sot, rrezikon që ti lërë, po themi, veprat më një anë dhe pse ato janë aty. Në rastin e brezave të rinj që janë në Universitetin e Artëve të sotëm, si përcillet një vepër e shkruar, se ne nuk po na shkruajmë vepra për ditë sot. Po, ky është një problem shumë më i gjerë nga që kërkoni ju të sqaroni, apo të shfletoni. Sepse ka të bëjë me politikën kulturore të një vendi. Unë fakt kam bërë disa artikuj dhe kam mendimet e mia për politikën kulturore të vendit, sepse unë mendoj që vlera më e madhe e një vendi është kultura. Mund të jetë pak më i varfër, po me kulturë kompensohen shumë gjëra. Duke ditur, di edhe të arrish edhe ekonominë. Kur nuk di, edhe ato ekonominë që ke në dorë, edhe atë mund ta shkelësh me këmbë. Po të jap një rast për të ilustruar mendimin tim. Rastisht isha një ditë në një shkollë private që bënin një festë, një konkurs, dhe bravo qoftë, një konkurs me instrumenta të ndryshme, me këngë, me pianone. Dhe të them drejtën, u kënaqa, sepse nuk është se kisha frekuentuar këto ambiente, pash një entuziazëm të jashtëzakonshëm tek prindët, pash një rregull dhe një disiplinë të fantastike tek shkolla, një sallë apostafat për këtë event, për këtë aktivitet, pash fëmijë të cilët kishin punuar fort për të konkuruar në thonjza për këtë koncert, por të gjithë këndonin këngë angleze. Kishte edhe një dy këngë frëngjisht, asnjë këngë shqiptare. Kjo është bërë mod, kam përshtypjen. Dhe ne kemi lëshuar perin kaq shumë, sepse nuk ka një drejtim që të insistojë në këtë drejtim, sa që çdo gjë është bërë mohim i vetvetes, edhe ngritje në piedestal e kulturës së tjetrit. Unë nuk jam kundër internacionalizmit, absolutisht. Unë mendoj që njeriu duhet ta njohë tërë botën, ta eksplorojë tërë botën, ta këndoj gjithë botën, por këngët e tua duhet jenë të parat. Për këtë arsye ju pyeta që para profesor për punën e promovimit të veprës ekzistuese që ne kemi, pra veprën e kompozitorëve shqiptar në rastin konkret, në mënyrën se si mund të implementohet ajo në një projekt brenda së pari atyre që janë artistët e së ardhmes njerë, pra brenda auditorëve të Universitetit të Arteve. Në fakt, mi që jemi mbledhur për Fehimin, veprat e Fehimit luhen shpesh. Luhen, këtë duat të luhen shpesh, sepse janë vepra që kanë mbetur në atë kohë, dhe më kujtohet që bënin përshtypje të jashtëzakonshme në atë periudhë, sepse ishin ndryshe nga të tjerat, ishin një avancim i jashtëzakonshëm. Dhe unë mendoj që vlera e Fehimit si sekretari i lidhjes ishte kjo, që duke kuptuar që kultura dhe arti në atë periudhë ishin një pemë që për të cilën përkushtohej shteti në partia shtet, përkushtoheshin të gjithë njerëzit e kulturës dhe donin që kjo pemë të rritej. Unë mendoj që roli i tij ishte kjo që ai u mundua që kjo pemë të rritej lart në lartësi dhe mos të shtrihej horizontalisht. Pra, të mos bëhej një art populist, por të kishte edhe ekzigjenca për të arritur majat. Ato maja që ai i njihte në Evropë, dhe në fakt ka qenë njohës shumë i mirë i kulturës. Kam shumë kujtime nga ai, i cili më sugjeronte të shikoja vepra, të cilat mos më shkonin kurrë ndërmend.
Pelazet Melizan, për shembull, është një opera jashtëzakonisht e vështirë e Debussys. Dhe ai më dha të studioja. Pra, ai kërkonte që të tërhiqte lart në nivel, mos të ngelej atje. Pra kjo marrëdhënia nuk është distante në rastin konkret të juve që vini nga muzika, sepse Absolutisht. do ta kërkoni veprën, po themi, pavarësisht moshës, statusit, jeni brenda të njëjtit mjedis të gjithë. Ndryshe nga formime nga fushat të tjera, ku ka një marrëdhënie distante midis një pedagogu dhe një studenti, po themi. Unë si njoh fushat e tjera, unë njoh vetëm fushën time, por ne jemi aq më tepër që mësimi që tek ne bëhet në mënyrë individuale, do të hysh në relacione dhe sociale me studentin, do të kuptosh psikologjinë e tij, do të kuptosh ekzigjencat e tij, do të kuptosh stilin dhe talentin, drejtimin e talentit tij për ta ndihmuar aty ku ai ka më tepër nevojë. Ky është një proces shumë i vështirë, shumë kompleks dhe për të cilën të gjithë punojnë dhe japin kontributin e tyre, sigurisht. Nga i përshkrimi që ne pam në pjesën e parë programit nga një insert, për themi, shkurtër autobiografik për Fehmi Ibrahimin, lexohen nota progresi që shumë vite më përpara. Pra, disa gjëra që ndoshta ne i konsiderojmë si kur kanë lindur sot, fondacione, formime private të artistëve të rinj që t'i jepet mundësia e tjerë. Një burr që këto gjëra i ka thënë dhe ka tentuar të bëjë shumë vite më përpara. A ishte edhe në këtë marrëdhënien me ju i tillë, pra vizionar, siç e thatë ju, për të kapur nga lart, për të arritur pemën nga lart? Nëse ju kuptova, do të sjell ndërmend një shembull konkret. Një ditë më thotë Nestor, se bashkë punonim, kishim një agjensi e punonim. Thotë, a mundet që të hapim një shkollë private? Ëndra ime thotë është të hapim një shkollë private, të mirë është që të jetë e dëgjuar. Më duk një gjë shumë e madhe dhe pa arritshme gati, të drejtë. Dhe për t'i argumentuar mendimin tim, i them, ulemi bëjmë ca kalkulime, sa duan, çfarë shpenzimesh duan, si do dalin, sa do dalin, si... Do sillemi si administratori, vetëm si artist. Dhe sigurisht, ato kalkulimet nuk është se koincidonin shumë, dilin gati me minus. Por unë pash që ai që në atë kohë, që në vitet 94, më duket 95, kishte një vizion i cili sot është bërë realitet. Sot është bërë realitet. Dhe njerëzit kanë hapur shkolla edhe muzikore, private, cilat ecin, mirë. Dhe mendoj që me atë staturë që kishte ai, me atë kulturë që do kishte ai, do të ishte një shkollë fenomenale në Shqipëri. Në qoftë se do kishte ca tjerë që ta ndihmonin, jo si puna ime që vetëm e tërhiqja në këtë drejtim. Ishte vizionar. Jeni treguar racional, edhe për kohën dhe për gjithçka tjetër. Jo, unë nuk u tregova vizionar, ai ishte vizionar. Dhe nuk e haroj këtë, nuk e heq dot nga mendja. Për emra të tillë, edhe për mënyrën se si ju vendoset veprat në skenë, si kundër thatë edhe ju, ka një lajm të mirë. Shpeshherë këta personazhe nuk mbeten vetëm kujtime të së shkuarës. Ato nëpërmjet punës, po edhe nëpërmjet angazhimit që ka secili nga ju, të paktën jep një kontribut që kjo vepër dhe njeriu të mos mbetet thjesht një kujtim, po është diçka që mund të jetohet sot, është diçka e matshme. Pak momente më përpara ne me Tritën identifikuam disa probleme të tjera, po themi të mungesës së bibliotekës digjitale, nuk gjenden partitura, është gjithmonë e vështirë, pra edhe kurse luajmë, nuk është se s'duam ose nuk është se na mungon dëshira, po ndonjëherë aksesi në informacion është i mangët. Po më sillni prapë tek politika kulturore. Edukimi. Politika kulturore, drejtimi se si duhet bërë, strategjia e kësaj politike, është ajo që zgjidh problemet. Ndryshe nuk ka. Për shembull, të marr një shembull konkret me që jam në televizion. Ju keni një program me muzikë të huaj, me muzikë klasike. Dhe unë e dëgjoj vazhdimisht në makina kudo që t'jem, dhe më intereson mjaft ky program, sepse fundi fundit është një ushqim i shëndetshëm për njerëzit. Është një ushqim i shëndetshëm. Jo vetëm në pikpamje estetike, po edhe në pikpamje njohje, në pikpamje kulturore, në pikpamje etike, në gjitha forma, në gjitha aspektet. Por shikoj që incizimet janë djetra. Themi drejtën. Ato materiale që jepen pas një lloj komenti, bile nuk dia se kujt është. Unë e marr vesh se kam qenë profesor i historisë muzikës, po tjetri nuk e kupton. Po pse mos ta di ai se kujt autori është kjo vepër? Pra,
Kemi infrastrukturën, kemi burimet njerëzore, dikur... Ka shumë probleme dhe të gjitha duhet mbështeten se sa politika kulturore i vë theksin kulturës së një vendi. Unë i falenderoj shumë për bisedën e shkurtër, po edhe për rëfimin në kujtime, si në latë edhe në një kujtim. Nesër pas nesër kemi një akses më shumë, një informacion për të njohur këto bura që na dhanë edhe na mbushën plot. Ne vërtet nuk e dim se sa para kemi në llogaritë bankare të gjithë secilit, po veprën e kemi të matshme, me kujtime, me ngjarje, me gjithçka tjetër. Ju falenderit shumë profesor Nestori që ishit. Ju falenderit dhe ju. Falenderit. Jemi në pjesën e tretë të Ditari një artisti, po shfletojmë kapitullin e kompozitorit Fehmi Ibrahimi. Kemi folur shkurtimisht për këngën, kemi folur shkurtimisht për vepra nga më të shkurtra deri tek më të gjatat, po në fakt cili ishte Fehmi Ibrahimi në raport me krijimtarinë e kolonave zanore muzikore të filmave shqiptar. Shohim një material të shkurtër dhe rikthehemi në studio përsëri së bashku me një tjetër mik, me një tjetër bashkëpunëtor, me një tjetër të ftuar. Një nga gjërat që na mungon ne, ndërsa shohim shumë pak filma shqiptar në kinema, dhe që ose mungon ajo titra e muzikës dhe e kompozitorit, ose ka një formulim që mund të ndodhi në radiot më modeste dhe lokale të çdo qyteti. Si shkruhe muzikë, si vendosej ajo në varësi të momenteve, të mesazheve që dëshironte të përcillte filmi apo të suspansave të tyre. Regjizori i filmit Kujtim Çashko, bashkëpunëtor në 2 filma me kompozitorin Fehmi Ibrahimi, është në këtë studio me ne. Mirë se erdhët. Kënaqësi që me bashkë. Ndërsa e dëgjoj atë muzikën, profesor, të luajtur me orkestër, sikur të mos doj filmi të thot disa gjëra, me muzikë i nënvizon akoma edhe më fort. Unë jam shumë kurioze të di për këtë proces, qoftë edhe në këtë film. Si krijohet ky raporti me kompozitorin? A i vizatoni ju skenat, skemat, ato që dëshironi ju të përcjellni nëpërmjet dramacitetit të muzikës? Përgjithsisht nuk ka receta, nuk ka formula. Shumë njerëz si marrin përsipër për të shpjeguar se nga se nisë një proces që ka të bëjë qoftë edhe me këtë bashkëpunim mes kompozitorit, regjizorit, apo në këtë rast skenaristit dhe rasti konkretës shkrimtarit. Unë nuk e di, por them që shkoj për te i saj, sepse nuk do të thotë që në momentin kur ti ulesh
për të biseduar për të duket sikur është një udhëtim më i kahershëm, më prej kohe, dhe jo rastësisht ndodhesh në atë bisedë për atë film apo atë vepër që do realizosh. Dhe them këtë gjë sepse në fakt unë kam qenë një mik i Max Velos, dhe kështu që vetë duke parë atë pallat kubik i gjithi në një kohë të një saktuar kur kuptohet domethënë që Shqipëria ishte totalisht e klishetizuar nga tendencat për të dalë si thua jashtë një kornize të saktuar, shikoje që brenda këtyre kutive në një pallat ishin Dritëro Agolli, ishte Ismail Kadare dhe ishte në të njëjtën kohë edhe kompozitori Fehimi Ibrahimi. Kështu që në përfytyrimet e mia, domethënë gjithmonë më shumë e konceptoja këtë si kuti të natës, domethënë më shumë përfytyroja që në ato kuti kur janë këto shkrimtar dhe në të njëjtën kohë kompozitori Fehimi Ibrahimi janë më shumë gjërat që si thua kanë një jetë tjetër, që është një jetë e cila nuk është kaq e lehtëzueshme në përditshmërinë e tyre, sepse gjithë mekanizmi krijues nuk është i tillë që është kaq i dukshëm, kaq i çfaqshëm dhe kaq i mundshëm për t'u kapur dhe lexuar në një moment saktuar kur ti ulesh për të biseduar dhe për të thënë do bëjmë këtë film bashkarisht. Jo, siç thash përmenda në këtë rast 3 njerëz që nuk janë gjallë sot. Dhe efektivisht akoma dhe më tmerr kur mendoj këtë gjë që ne shpeshherë më ndodhte të isha natën dhe të dëgjoja muzikën tek skenat e caktuara së bashku me Piro Milkanin, se kemi qenë 2 regjizor, dhe shkonim natën, a duke sikur futeshim në një gati në një lloj udhëtimi nëpër natë, gati si një lloj jete undergroundi që do dëgjonim disa pasazhe, do flisim për disa gjëra që kishin bënë me filmin respektiv, po ku në një ndërtesë ku ishte arrestuar Max Velo. Kështu që kur i ndërtojnë gjithë to shtresëzime dhe paradokse, fillon edhe kupton që koha e tillë për të arritur dhe për të krijuar gjëra të cilat ti përpiqesh për të thënë që këto gjëra duhet të jenë si thua në këtë produkt që vjen nga kjo errësirë, nga kjo natë, errësira akoma më e gjatë në një rang të një arti dhe letërsie që e impononte një gjë të tillë, do të thotë që ti duhet gjeja ato gjëra të cilat vërtet mund të sillnin komplet një thyrje të klisheve. Dhe Fehimi ishte thyrje klishesh, po ta shikosh të marrim me qenë se ju zgjodhet një fillim të një filmi, siç është filmi konkret Ballë për ballë, është një varr dhe ti kur mendon po si mund filloj një film që do trajtonte një përmasë të një konflikti siç ishte dalja nga Traktati i Varshavës, edhe në të njëjtën kohë largimi nga baza e Pashalimanit e nëndecëve ruse dhe gjithaj konflikti supozuar, domethënë qoftë edhe jashtë kontekstit politik të gjës, vinte me një varr, filloje një film me një varr, domethënë ishte një gjë që varri është si thua shumë eternel, shumë nuk ka të bëjë që aty thyej koncepti i kohës. Dhe kur mendon thyrje e konceptit kohës, është thyrje e konceptit kohës i bën dhe kompozitori. Po të shikosh muzika, nuk është muzikë lineare, nuk është muzikë ilustrative, është muzikë që krijon gropa, kontrapunkte dhe ngrop pikpyetje. Kështu që po ta mendosh gjithë të gjë, nuk buron kjo nga një fakti që përpara regjizori pra, së bashku me kompozitorin, nuk arrin domethënë që të vinë në një moment në një emrus të tillë për të thënë okay, do të fillojmë me një varr, por çfarë muzike mund të jetë në atë varr? Apo jo, dhe çfarë lexueshmërie duhet të ketë, sepse nganjëherë muzika apo jo lexon imazhin krejtësisht ndryshe, i ndryshon madje edhe kuptimin e imazhit. Mendoni ju sikur ajo i varr atje të jetë një muzikë ilustrative, nuk e ka më të njëjtën funksion, se sa kjo muzikë me gjithë to thyrjet, me gjithë dhe këtë gjë bëjmë në Akademinë e Filmit dhe Multimedias Marubi, ne analizojmë gjithë shtresëzimet të cilat presupozojnë apo jo njerëz të cilët duan
dhe kanë dëshirën që të kenë një kulturë tjetër për të lexuar shtresëzimet që ka imazhi, se imazhi dhe tingulli ka shtresëzime nga më të ndryshmet. Ka njerëz që shohin një histori dhe reduktojnë atë në një banalitet saktuar, si një prallë që ndodh apo jo. Ka njerëz të cilët e vendosin ngjarjen në një kontekst politik, sikurse është këtu. Por po ta mendosh jashtë konteksti politik apo jo, ai varr ngri një pikë pyetje që në zanafill të filmit. Do të thotë ajo muzikë e bërë nga Fehmi Ibrahimi, po kështu ngre pikë pyetje dhe këtu që shpesh herë unë mendoj që veprat përgjithsisht unë e kuptoj kanë dhe karakter atraktiv, kanë çlodhës, zbavitës, pse jo, por në të njëjtën kohë ka vepra të cilat përpiqen të flasin njerëzve në nivele dhe shtresa të caktuara. Ka njerëz të cilët kanë nevojë për të konsum të një prallë të caktuar, ka njerëz që përpiqen të qëmtojnë kumtet politike dhe ka njerëz të cilët kuptojnë përtej saj se çdo të lexosh imazhin dhe tingullin. Ja, pikërisht këtu tek leximi dhe tek interpretimi. Ne e njohim autoritetin e regjisorit të filmit nga pikpamja hierarkike. Çfarë lirie dhe pavarësie ka kreativiteti në të tilla raste, pra kompozitori? Unë mendoj që ajo që ndodh në këtë rast ka shumë regjizorë që kanë punuar me të njëjtët kompozitor, me të njëjtët aktor, sepse krijohen, si thua, një kimistri e përbashkët, krijohen kuptimet asaj që thash gjuhë të përbashkët, elementë të cilët nuk ka nevojë hera-herës as për të bërë, si thua, shpjegime. Gati veprojnë si valë të përbashkëta dhe kështu që ato induktojnë njëri tjetrin pa kuptuar. Kështu nuk mendoj që në këtë rast qofshin edhe me këto që janë bërë me Fehim, unë kam punuar 3 filma me të. E keni zgjedhur njëri tjetrin apo jeni gjendur pra njëri tjetrit? Jo, unë mendoj që ka ardhur nga fakti që, siç të thash, nuk ja di absolutisht ku fillon dhe ku mbaron. Pse erdha tek ai dhe nuk shkova tek një tjetër, se unë kam punuar edhe me kompozitorë të tjerë. Por natyrat e filmit nga një herë, për shembull, qoftë me filmin Balladë e Kurbinit, qoftë me filmin Të paftuarit, pra Prillin e thyer, po të shikosh janë struktura gati me karakter simfonik. Nuk janë filmi, të themi, që era-herës ka nevojë për një lloj muzike më ilustrative, më narrative, më të njësuar me karakteret, sepse shpeshherë, domethënë çdo instrument muzikor mund të jetë që dekripton, si thua, një karakter caktuar dhe gati krijohet, apo jo siç bëjnë dialog karakteret, bëjnë dialog edhe instrumentat muzikor në një muzik filmi, apo element tjerë të kolonës zanore. Po në rastin konkret, unë mendoj që qofte nuk e di pse mendoja gjithmonë që Kadareja në të njëjtën kohë, duam ne kishte një lloj magnetizmi të caktuar, dhe unë mendoja ky magnetizëm në atë pallat ku jetonte Njësh edhe Kadareja dhe do me thënë në këtë rast Driteroj dhe në të njëjtën kohë Fehmi Ibrahimi, është një lloj që besoj që edhe në ato kuti ka ndodhur një dialog pa që nevoja për të qenë bashkë, për të takuar bashkë, është një gjë që krijon një lloj, të themi, një lloj vale tjetër që komunikojnë njerëzit. Shpesh herë ne nuk e kuptojmë që jo gjithmonë nga bisedat, nga koha që konsumojmë me njëri tjetrin, apo nga ndodh shpesh herë që mund të kesh vite pa u parë, mund të kesh ty të duket sikur ke lënë dialogun diku dhe vazhdon. Kështu që prandaj sa herë jam rikthyer në kohë të ndryshme kompozitorit Fehmi Ibrahimi, mua më duket se kam qenë në një bashkëpunësi me të për të 3 filmat, dhe pse janë bërë në kohë të ndryshme. Kështu i gjeni me mrush të përbashkët dhe arrinim në gjëra të cilat nga një herë, dhe pse një pjesë e këtyre filma që përdora dhe ka them tani kanë qenë të masakruar, kanë qenë të cenzuruar dhe kanë qenë për fatin e keq tonit si në asnjë vend të Europës qendrore dhe lindore, që veprat të cilat cenzuroheshin në vendin ton digjeshin. Dhe në vendet e Europës qendrore dhe lindore, qofshin ato që ishin materiali cenzuruar, ruhej. Dhe kështu që efektivisht një pjesë e këtyre regjizorëve kanë patur mundësinë që t'i rimarrin
këto veprat të tyre, për t'i parë, për t'i vënë në një kontekst tjetër, por tek neve nuk ka ndodhur kjo gjë, sepse efektivisht nuk ka më asnjë gjurmë materialesh, qofshin e të cenzuruara. Në këtë rast, sikurse ka ndodhur me veprën besoj edhe të Fehimi Ibrahimit, duke qenë në një presion total, sepse gjithmonë konsiderohej si nën influencat e Stravinskit apo të serializmit, të muzikës dodekafonike dhe kështu gjëra të cilat në një mënyrë apo një tjetër, jo sepse kuptoheshin, jo sepse merreshin vesh, por mjafton të dilje nga ajo e zakonshme, quaj se ajo e pazakonshme është e rrezikshme për vetë regjimin. Ju e dëshmoni këtë në vetë të parë, nuk e keni një histori të treguar, keni një histori të jetuar, ndërsa asaj që ka mbetur, pra të filmit në atë që ne njohim sot, përfshirë dhe muzikën e vetë brenda dhe gjithë elementet e tjerë, kur i riktheheni dhe e shihni, ja, edhe në një moment si ky, që ishim duke e parë bashkë, a e dëshironi një luajtje të re me teknik të re, për më tepër që ju tani drejtoni një akademi që ka shumë të rëndësishme raporti me disa audios, videos, elementeve teknike, teknologjisë dhe gjithçka. Kur e shikoni filmin, a ndini një dëshirë që muzikat ishte sot më cilësore nga pikpamja teknike, jo kreative? Tingulli dhe imazhi nuk lidhet me jetën e vdekatarit dhe krijuesit. E ka jetën shumë më të madhe dhe shumë më të gjatë se sa ai që e krijon atë. Në rastin konkret, për shembull filmi Ballë për ballë është shfaqur kohë më parë në Londër dhe është parë krejtësisht ndryshe. As nuk do të di njeri ideologjitë, Enverit, emrat nuk i din, po shikoj se si lëvizim, fjala vjen në gjithë bazat e nëndetëseve në Mesdhe, apo çfarë ndodhte me krizën në Siri apo në Krime. Kështu që vepra nga njëherë ka lezetshmëri krejtësisht tjetër në kohë. Nuk e kam fjalën vetëm në kontekstin historik, nga njëherë sfidon dhe kontekstin historik, nuk e merr në konsiderat shumë lezetshmërinë që ka pas në kohën respektive. Ka shumë vepra që janë qenë të karakterit të propagandës në atë kohë dhe sot janë dëshmi e krimeve që kanë ndodhur në atë kohë. Pra gjithmonë vepra në të njëjtën kohë ka jetën e vet, imazhi ka jetën e vet, tingulli ka jetën e vet dhe neve akoma nuk kemi ngritur në atë nivel shoqëror dhe kulturor që të dimë të lexojmë në një mënyrë tjetër, po ne akoma vazhdojmë të gjykojmë me këtë logjikën e, si thua, duke reduktuar spektrin koloristik të kuptueshmërisë së gjërave dhe duke reduktuar gjithmonë në logjikën pro kontra bardhëzi dhe kaq mbaron gjithçka. Për më tepër që ne nëse duam të dimë se çka ndodhur në këtë vend, më shumë i drejtohemi historianëve të huaj se sa veprave historike të Shqipërisë. Kuptoj, po për shembull, ne bëm një analizë të fokusit Bujar Lakos edhe në Akademinë e Filmit Marubi tani dhe lexuam komplet ndryshe filmin Ballë për ballë. Edhe zbuluam skenat kur janë dy komandantët, qoftë njëri, qoftë tjetri, apo jo, dhe i drejtohen ushtarakëve tyre. Dhe zbuluam sistemin e matrioshkave, se do të thotë prapa kokave të secilit, apo jo, ekziston një komandant, ai ka prapa qoftë Enverin, qoftë Kryshovin, dhe prapa tyre janë stereotipite ndryshme për të perceptuar se si funksionojnë pushtetet. Mirë, po këto janë lexime të cilat unë mendoj që janë bërë të qëllimta, në kohë të caktuara, po që kanë kaluar, apo jo, krejtësisht pa u vënë. Do të thotë, edhe po e them të gjë, shpesh herë politika e përdor artistin, po nga njëherë artisti e përdor politikën. Kështu që duhet parë me një sy krejtësisht tjetër relata mes artistit edhe politikanit. Edhe kjo ilustrim më të mirë në këtë gjë, se çka gjithë jeta e Ismail Kadares në vendin tonë nuk mund ta ketë askush tjetër. A gjeni ju në aktualitetin e sotëm krijues të çdo fushe frymëzim për filma të rinj? Unë mendoj po bëhen filmat. Edhe ju vetë? Neve akoma... A gjeni ju frymëzim, a gjeni ju ngacmim? Shiko, mendoj që nga njëherë njeriu, unë jam i bindur, çdo individ ka film, edhe ju e keni jetën tuaj film, po të... Edhe gjithmonë mendoni që si ju dhe shumë individ të tjerë, sa që arrin shpesher, ky mund bëje film, këtë do doja ta kisha film. Dhe kjo dëshirë permanente flente çdo një individ, që arrin në një shkallë saktuar ndjesinë ndaj ekzistencës jetës tij. Por kjo është njëra anë. Ajo tjetra tek personalja që thua ti, nëse unë nga njëherë kam një lloj
satisfaksionit të një natyre tjetër, do të thënë që shpesh herë të provosh shijen e gëzimit kur ti dhuron tjetrit, apo jo, diçka është shumë sublime, dhe kjo shije nuk vjen në çdo kohë. Fakti që unë jam dedikuar Akademisë Filmit Marubi dhe studentëve atje, më ka dhënë një shije jetë që nuk mund të them që mund ta kisha provuar do të ndryshe, dhe do më shkonte sigurisht jeta me këtë që bëra dhe një film, bëra një tjetër, por nuk do ta kisha këtë shije, ka i të bukur të jetës, që ti bën diçka apo jo, dhe thua atëherë kupton që unë erdha në botë, gjeta gjëra që kishin bërë të tjerë dhe po largohem nga kjo botë duke lënë gjëra për të tjerët. Unë i falenderoj ju shumë që ju ishit në këtë mbrëmje me ne, që kujtuam një figurë dhe që mbi të gjitha, ashtu shkurtimisht, prekëm edhe disa gjëra që shkojnë përtej muzikës së një filmi, edhe përtej një filmi, siç është konkretizimi i situatës aktuale, edhe dëshirës për ta çuar më tutje. Bët filmin dhe krijuat mundësinë disa të rinjve të tjerë për të bërë filmat e tyre. Kënaqësi që biseduam bashkë. Faleminderit shumë që ishit të mbrëmje. Faleminderit. Unë i falenderoj shumë që ishit të mbrëmje me ne. Përfitoj nga rasti për t'i përshëndetur të gjithë miqtë të ftuarit që kanë qenë pjesë e diskutimit për Fehmi Ibrahimin. Do të falenderoj bendin që ka luajtur muzikë, Irvin edhe Gerald Murian që na kanë dhënë kënaqësi të jashtëzakonshme nëpërmjet muzikës që ka shoqëruar këtë bisedë. Natë mirë dhe shihemi sot një javë bashkë.